Ju në gjatë jeta uroj të jeni mirë. Të dashur miq, sot do të flasim për atë që e kemi paralajmëruar vetëm një ditë më parë. Sot kemi një zhvillim i cili trondit politikën shqiptare dhe projektin më të madh ekonomik të dekadës këtu në Shqipëri. Çfarë është duke ndodhur? Vetëm një ditë më parë, kryeministri Edi Rama deklaroi me tone të forta kryeministrore se askush nuk do të mundet të ndalë projektin e tij për portin e ri të Durrësit. Madje deklaroi se ai kishte edhe karta C, kishte plan B, kishte plan C për të gjithë xhelozët, të cilët do të guxonin, ta ndalonin dhe ta bllokonin aktivitetin e tij kryeministror gjeostrategjik. Por çfarë ndodhi? Vetëm 24 orë më pas, pasi ne ju njoftuam në këtë bisedë, në këtë takim. Tenderi në portin e ri të Durrësit, Port of Durrës dhe Porto Romano, 400 milion euro. Tashmë është i anulluar. Po pse u anullua porti? Duhet ta bëjmë të gjithë ne pyetjen shqiptare. A ishte Rama duke luajtur me bishtin e tij dhe me njerëzit e tij për projekte gjeopolitike të tjera të ndryshme nga ato të habitatit tonë të natyrshëm gjeostrategjik? Ndodhi anullimi i tenderit menjëherë pasi nga Tirana dhe në zyrat e qeverisë mbërriti një sinjal shumë i fortë nga amerikanët. Fillimisht ishin agjentët e BGH-s, ata të cilët shkuan dhe sekuestruan të gjitha dokumentat e tenderit të portit të Durrësit. Nga ana tjetër, me tone të kujdesshme, kreu i dhomës amerikane të tregtisë në Tiranë kërkoi shqyrtimin dhe rishikimin e projektit duke ngritur pikpyetje serioze për mënyrën se si po ndërtohej ky port. Ne u shpjeguam dhe më pas doli vetëm një ditë më pas në Top Channel ish kreu i dhomës së tregtisë, Mark Crawford, i cili doli dhe deklaroi se Shqipëria është në të drejtën e saj, me që e ka rrugën nga Europa të shkojë nga Europa, me që e ka rrugën atje ku do të shkojë, është në kulturën tonë amerikane që të mos i fusim hundët tek punët e tjera. Thumbi mbriti. Do t'ju lejojmë të bëni çfarë të doni, por ne ua kemi dërguar emailin dhe kryeministri kishte emailin amerikan. Përse ka shumë interes për një port shqiptar si porti i Durrësit? Sepse porti i Durrësit, të dashur miq, vëllezër dhe motra shqiptar, nuk është thjesht një projekt ekonomik. Porti i Durrësit pritet të jetë dhe është pa asnjë diskutim nyja strategjike e NATO-s në Adriatik dhe është një derë e cila i lëshon jargët e të gjitha fuqive të mëdha dhe nyjeve strategjike, pikave të gravitetit gjeopolitik ndërkombëtar. Ky port është një nga nyjet strategjike të Ballkanit, të NATO-s, në detin e Adriatikut dhe hyrja e korridorit 8, i cili lidh Adriatikun me detin e Zi, Durrësin me Bullgarinë, me Maqedoninë e Veriut. Ndërsa Rama kishte një projekt për një kuti shkrepseje, të cilin e kishin shpjeguar mirë amerikanët tek emaili i tyre, dhe që nuk kishte asnjë krahasim me portin e Selanikut apo të Pireut apo dhe me portet e tjera në Ballkan dhe në rajon, kutia e shkrepses që kishte përgatitur Edi Rama dhe Belinda Balluku në mënyrë që të ulë fuqinë e portit të Durrësit strategjikisht për llogari të fqinjve rival, të cilët luajnë në Adriatik dhe në Mesdhe, kundër interesave të boshtit strategjik të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Nëse ndërtohet ashtu siç duhet, amerikanët i njoftuan shqiptarët dhe nëpërmjet shqiptarëve njoftuan dhe kryeministrin shqiptar, sepse ata vendosën që emaili i tyre të publikohet në media. Nëse ndërtohet ashtu siç duhet, porti i Durrësit do të jetë jo vetëm një port i vockël siç e kishte projektuar Belinda Balluku, Edi Rama dhe shokët e tyre në rajon, por do të jetë Rotterdami i dytë i Europës dhe i Ballkanit. Në qoftë se një projekt i tillë, i cili sipas amerikanëve bëhet
një herë në 100 vjet do të bëhej gabim, ose bie në duart e gabuara, ai do të kthehet automatikisht në një problem strategjik për gjithë rajonin. Rajoni Porëshket, Edi Rama i ka mbushur të gjitha studiot e Tiranës me njerëzit e Beogradit, të cilët po mendojnë se kanë fituar lojën dhe betejën dhe janë duke luajtur në agresivitet të plot për të shpartalluar një herë për gjithmonë boshtin strategjik ku po lëvizte Shqipëria deri në këto moment. Në debatet politike janë ngritur edhe dyshime sigurisht për financime dhe ndikime të lidhura me Rusinë, me Serbinë dhe me vende të tjera fqinje, të cilat kanë rivalitet strategjik me Shqipërinë për dominancën e Ballkanit dhe kontrollin e tij. Edi Rama nuk mund shkoj kundër Vučićit dhe fqinjve të tjerë jugor, të cilët i kishin futur kuajt e Trojës në qeverinë shqiptare, me Ballukun, Vëngull dhe të tjerë për të dominuar Ballkanin nëpërmjet shkatërimit të infrastrukturës dhe shpartallimit të pikës nevralgjike të rëndësishme të NATO-s në Shqipëri, që është porti i Durrësit. Grekët, serbët janë hedhur në të gjitha fuqitë e tyre për dominuar rajonin dhe po presin që të pozicionohen plotësisht, siç ju kam thënë në të gjitha bisedat dhe në emisionet e shkuara, të gjithë po presin si do të shkojë lufta e Amerikës me Iranin, përrjedhoi lufta e Amerikës me Rusinë dhe me Kinën. Dhe në qoftë se Amerika do të thyhet, ata do të kalojnë me njëherë në lindje, dhe Edi Rama është duke luajtur të njëjtën gjë. Për llogari të Beogradit dhe të fqinjve të tjerë rival këtu në rajon, me të cilët kanë mbyllur kontratat me Belinda Ballukun dhe me të gjithë njerëzit e tij të qeverisë, të cilët kanë vetëm një sundim: fundosjen e interesave strategjike të Shqipërisë. Edi Rama, pavarësisht se ja ka dorëzuar pjesën më të madhe të ekonomisë rivalëve tanë në Beograd, ja ka dorëzuar atyre të gjitha mediat dhe kontrollon dhe lëviz pasurit e tyre, bën bizneset e tyre, qarkullon bizneset dhe tregtinë e Serbisë dhe të Rusisë nëpërmjet kompanive të veshura me maska europiane që vinë herë nga Budapesti, herë nga Beogradi, herë nga Athina dhe herë nga vende të tjera të Bashkimit Evropian, por që në thelb janë vetëm cover për të mbuluar lojën e Edi Ramës dhe të Aleksandar Vučić për shpartallimin një herë për gjithmonë të interesave strategjike të Shqipërisë, bashkë me shokët e tij në opozitë, të cilët mbajnë peng lojën në Shqipëri duke bërë sikur përplasen me Edi Ramën, por në thelb duke garantuar pushtetin e tij të gjatë, sepse ai i thot ndërkombëtarëve: nëse largohem unë, alternativa ime është non grata. Kjo është loja e përcaktuar me kujdes, por Edi Rama e kuptoi që nuk shkonte dot larg. Ai ishte një blof i kryeministrit, ky presion i madh amerikan me portin e Durrësit dhe tentativa për të manipuluar interesat gjeostrategjike të Shqipërisë, apo ishte një formë indirekte për të kërkuar një pazar të ri tek amerikanët. Këtë do ta kuptojmë. Për gjithë ju që më shihni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, partia politike më e ekzekutuar në Shqipëri nga Edi Rama, Sali Berisha dhe establishmenti mediatik i Beogradit me të gjitha studiot e prime time. Kjo ishte për ata që na ndjekin për herë të parë, ata që vinë dhe nuk e dinë se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në botë. Bëjnë subscribe kanalit, shpërndajeni atë pjesës tjetër të shqiptarë. Ndërkohë që dokumentat e tenderit janë sekuestruar nga BKH-ja e amerikanëve për verifikim, projekti është futur në një krizë të papritur. Pyetja e madhe është kjo: a u tërhoq qeveria për shkak të presionit amerikan, apo Edi Rama është duke bërë një dobicëllëk të radhës për t'i kërkuar amerikanëve një pazar të ri për pushtetin e tij, duke u treguar maksimalist me portet anti-shqiptare dhe projektet anti-shqiptare të Belinda Ballukut dhe të Piro Vëngut për llogari të rivalitetit strategjik në rajon, apo ai u tërhoq
sepse emaili amerikan e fundosi Edi Ramën të kalata e portit me të cilin donte të shkatëronte përfundimisht gjeopolitikën ballkanike për llogaritë rivalëve të amerikanëve dhe të Bashkimit Evropian, atje ku ju gënjen dhe ju thot se ishte duke shkuar. Në mbledhjen me dyert të mbyllura u tha hasmëve të tij brenda partisë se ai ishte informuar dhe se ai e kishte zbuluar tashmë kush ishte armiku më i madh i Shqipërisë. Rama i kishte njoftuar të tij se armiku i përbetuar i Shqipërisë ishin tashmë gjermanët dhe austriakët dhe amerikanët, pikrisht ata që kanë garantuar ekzistencën e këtij kombi atëherë kur mund të zhdukej plotësisht nga faqja e dheut. U zbuluan armiqt dhe ai kishte edhe plan për të zhdukur planet e armiqve. U tha armiqve të tij që po përgatisnin grushtin e shtetit brenda partisë socialiste dhe sektit të përdalë të rilindjes, u tha se tashmë armiku është zbuluar, është Gjermania, dhe se Gjermania ka atër mbetje se ka dalë pa llokëm në lojën e portit të Durrësit. Ai ishte projekt shumë i vogël që kishte përgatitur Edi Rama dhe ai duhet të gjente një armik, e gjeti armikun. Është Gjermania e cila ka në dosjet e shërbimeve sekrete gjermane, dosjet më të tmerrshme dhe faktet më të tmerrshme për antarë të familjes së Edi Ramës. Ai port që kishte përgatitur Edi Rama dhe Belinda Balluku dhe Piro Vëngu dhe Niko Peleshi ishin projekte të cilat kishin synim ta bënin Shqipërinë më të vogël nga ç'është, Durrësin më të vogël nga ç'është, pasi kontrolluan Korçën dhe pikat e tjera nevralgjike të Shqipërisë, tentuan të fusin kthetrat e tyre tek Durrësi 3000 vjeçar. Tek Durrësi i cili duket sikur nuk e ka mendjen, por që është një uragan i madh po u zgjua. Tek Durrësi menefrego dhe indiferent që dëgjon këngë italiane pi ver të shtrejt dhe bën fut këmbët dhe i lag këmbët tek ujërat e lezetshme të Adriatikut. Durrësi i cili i ndërtoi Ballkanit portin më të lashtë dhe ndërtoi historinë e tij me Dyrrahiumin e lashtë, erdhën Peleshët, Vengot, Ramat dhe Ballukët me birbilin e akseve gjeopolitike rajonale për të shpartalluar Durrësin dhe për ta bërë atë më të vogël se sa ç'është. Unë jam një dursak, por nuk jam lokalist. Unë jam pjesë e preherit Tiranës që e hapi preherin e saj për të gjithë Shqipërinë tashmë, por Durrësi është çap shumë e madhe për gojën tënde Edi Rama, të Ballukut, të Peleshit dhe të Vëngut dhe të ustallarëve që qëndrojnë pas tyre për ekzekutimin e fuqisë strategjike të Durrësit. Rotterdami të dytë të Ballkanit, siç e duan miqt e vërtet të Shqipërisë. Ndaj Edi Rama dhe Balluku, të cilën ai refuzon ta dorëzoj, kishin një plan të madh. Planin e tyre të madh u tentuan ta fshehin, ta maskojnë, por plani u zbulua. U zbulua nga emaili amerikan. Porti është një kuti shkrepse në krahasim me portin e Pireut dhe Celanikut dhe me portet e tjera të Ballkanit. E duam një port, i thanë në email amerikanët, i cili sfidon të gjitha portet e Ballkanit, sepse do të jetë pikë nevralgjike e NATO-s dhe e të gjithë logjistikës së aksit gjeopolitik perëndimor. Këtu kemi të bëjmë me një lojë të madhe gjeopolitike të cilën Edi Rama e maskon mirë, me studiot e Beogradit dhe me karikaturat e atyre që quhen opozit në Shqipëri, me të cilët ai është 100% bashkë, në akord dhe në dakord, dhe po kontrollojnë të gjitha nyjet e Shqipërisë dhe po përgatisin fundosjen e madhe. Po presin që Amerika të humbas betejën atje në Teheran, në Kinë, në Rusi, në Ukrainë dhe kudo, në mënyrë që të përgatisin fundosjen përfundimtare të shqiptarëve. Ne ju kam thënë çdo ditë, nuk kemi fuqi të shpëtojmë Iranin, as Kinën, as Rusin, as Lindjen e Mesme, as Afrikën, as Venezuelën.
ne po patëm fuqi të mbrojmë Shqipërinë nga ky sekt i përdal anti-shqiptarësh, ne të kemi bërë gjë të madhe. Loja gjeopolitike është jashtëzakonisht e madhe. Është një betejë e përgjakshme që luhet underground për kontrollin e portit më të ri, më të madh dhe pikën strategjike të Ballkanit. Përse u anullua tenderi? Çfarë roli luajtën amerikanët dhe përse porti i Durrësit do të jetë një pikë strategjike e NATO-s në Ballkan? Përse u fundos Edi Rama? Edi Rama ndjes tek kalatat e portit, të cilin e synoi një kuti shkrepse për ta vrarë, për ta goditur strategjikisht. Sepse kjo që po ndodh nuk është vetëm një histori tendere. Ju e duhet ta dini se kjo nuk është një histori tendere. Është një lojë e përgjakshme gjeopolitike për kontrollin e Adriatikut. Ndaj, sot, Rotterdami i ri i Ballkanit do të jetë Durrësi. Vendimi është marrë. Dhe nuk ka balluk e Edi Rama që ta ndalë këtë projekt. Ky është projekti i Shqipërisë së re në botën e re që po lind. Edi Rama dhe mijët e bodrumeve të Beogradit këtu në Tiranë që kontrollojnë financa, ekonomi, biznes, media dhe politik, dhe në një vend i cili kapet nga një diktaturë bipolare e kontrolluar nga lojtarët e Ramiz Alis prej vitit 1990, ky është momenti më i rëndësishëm dhe një zhvillim gjeopolitik dhe gjeoekonomik që prek jo vetëm ekonominë shqiptare, por edhe gjeopolitikën e rajonit dhe pse jo, edhe të vetë Europës. Bëhet fjalë për një projekt i cili është cilësuar shpesh nga projektet më të mëdha të dekadës në Shqipëri. Dhe kjo nga Amerikan, Gjerman, Austriak dhe shumë nga miqtë e tjerë të Shqipërisë dhe të shqiptarë, të cilët e duan Shqipërinë tek vendi i tyre i natyrshëm, siç e deshën atëherë kur fqinjet dhe mallkimi i historisë ra mbi shqiptarët dhe i ndau trojet në 5 copa, i bëri në 5 llokma, por ruajtën thikën e tyre të fundit me partinë e Mugoshës dhe të Popoviçit për ta kryer ekzekutimin dhe aktin final të ekzekutimit me partitë që i krijoi Ramiz Alia në vitin 1990, trashëgimtarët e Partisë Punës dhe Partisë Mugoshës dhe të Popoviçit. Projekti fillestar 400 milion euro për portin e Durrësit, por në 24 orët e fundit u fundos gjithçka, sepse Rama kishte kërcënuar, por kërcënimi i tij ra me hund dhe me buzë, pikërisht, dhe u thye atje të kalatat e thella të Port Romanos, atje ku mushkrit e Edi Ramës nuk mundet ta mbajnë frymën gjatë dhe as mundet ta njohin mirë notin, edhe pse në origjinë edhe Edi Rama është një çun Durrësi. Ai tha se askush nuk kishte fuqi në botë ta ndalte projektin e tij, një bllofist ndërkombëtar, i cili beson se duke kontrolluar mediat e Tiranës me analistët e Beogradit që kontrollojnë të gjithë narrativën gjeopolitike në Shqipëri, në trojet shqiptare në përgjithësi, por veçanërisht në Tiranë, Edi Rama foli për xheloz, të cilët duan të prishin planin dhe për cilët ai kishte përgatitur planin C. Plani C, as i poshtmëngës i pokeristit Rama që nuk dit notoj tek ujrat e thella të Porto Romanos, u mbyt atje bashkë me projektin e tij të kutisë së shkrepses për të anulluar dhe për të shpartalluar projektin gjeostrategjik më të fuqishëm të shekullit, shndërrimin e Durrësit në portin e Rotterdamit, që do të ishte një pikë e re strategjike që lidh detin e zi me Adriatikun në kuadër të forcimit të aleancës gjeostrategjike shqiptare. Po, tenderi u anullua. Blofi i Ramës nuk jetoi as 2 ditë, as 48 orë, u mbyt tek thellësitë e ujrave të Porto Romanos.
Dhe kjo ka ngritur një pyetje të madhe. Kjo ka ngritur një pyetje të madhe. Çfarë ka ndodhur brenda një dite? Çfarë ndodhi brenda 24 orëve? Çfarë i ndodhi Edi Ramës që u tërhoq? Ndaj, të gjithë pyesin dhe kanë të drejtë që e bëjnë këtë. Edi Rama kishte nisur bashkë me Belinda Ballukun, atë që po bën sot, planin e ekzekutimit të rolit strategjik të Shqipërisë. Në qoftë se don të na dërgoj në Kinë, në Rusi apo tek miqtë e tyre, kudo ku gjenden, Edi Rama ka vetëm një shans. Duhet na tregoj ai dhe klani anti-shqiptar i rilindjes, cila është oferta e lindjes. Ne e duam ta shohim në tavolinë. Nuk ja lëm në duar të perverzëve të rilindjes strategjinë, gjeopolitikën, dhe kjo është arsyeja pse ky kanal merret me gjeopolitik më shumë se me politikën e Shqipërisë. Tani ju e kuptoni atë që ju a shpjegoj çdo natë. Përse Kreshniku ju shpjegon gjeopolitikën çdo natë këtu në Akademinë Gjeopolitike të Lëvizjes Abdeu. Sepse gjithçka lidhet, të gjitha kurthet, intrigat, shkatrimi, vrasja e interesave strategjike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve e kanë burimin tek gjeopolitika, tek marrëdhëniet ndërkombëtare, tek kulisat e lojës, tek ky mishmash i rrezikshëm lojërash dhe dallaverësh që bëhet në kulisa, nga Toni Blerët, Edi Ramat dhe gjithë të tjerët, dallaverexhitë e botës të cilët shesin dhe blejnë kombe në këto kohra të errta të tranzicionit politik për të siguruar miliarda në kohën atyre që komunisti Antonio Gramsci i quante koha dhe epoka e përbindshave. Epoka e përbindshave për cilën unë ju kam shkruar tek libri im Stuhia e thyer 4 vite përpara. Atëherë, kur të gjithë ishin në gjumin e thellë të hutisë dhe të mashtrimit 4 vite më parë, ju shkruajta dhe ju fola në këtë kanal për botën e re që po lind, për rendin e ri botëror që po lind, dhe se ne jemi në një epokë të ndërmjetme, e cila njofton vdekjen e rendit të vjetër botëror dhe lindjen e një rendi të ri. Lojtarët e Beogradit, trashëgimtarët e Mugoshës dhe të Popoviçit, Majtas dhe Djathtas në Shqipëri, janë hedhur të gjithë në sulm për t'i dhënë thikën e fundit Shqipërisë dhe shqiptarisë. Janë aktivizuar këtu në Tiranë, janë aktivizuar në Prishtinë për të fundosur shqiptarët dhe shqiptarinë dhe për t'i dhënë goditjen therse çdo plani strategjik i cili ka për qëllim të forcojë kartat gjeopolitike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në trojet ndërkombëtare. Edi Rama u mallkua në portin e qytetit të tij të origjinës prej nga mendon se është. Në Durrës janë mbytur anije më të mëdha se sa ti, Edi Rama. Në portin e Durrësit, ku Imat ka shërbyer gjithë jetën e tij në marinën tregtare, ai port të cilin unë e njoh me çdo milimetër, është port shekullor, Edi Rama, dhe asnjë klan i perversitetit nuk mundet ta kuptoj se si notohet në ujërat e cekta të Durrësit që ja dhe resorteve turistike dhe në ujërat e thella të Porto Romanos. Nuk mundet, Edi, ti dhe armiqtë e Shqipërisë të njihni gropat thithse të portit të Durrësit, të bregdetit të Durrësit, të dursakëve, të dursarisë, të durrahiumit, të lasht antik, i cili ka qëndruar stoik, i fort, i palëkundur përballë të gjithë llojeve të parandorive, të cilat i kanë shkuar jargët, i kanë rrjedhur jargët rrëke për të mbritur tek lulja, tek zemra e Adriatikut, që është porti i Durrësit. Janë munduar shumë, Edi, ta marrin portin e Durrësit, ta zvoglojnë, ta vrasin, ta presin, ta manipulojnë, por ti nuk e di se ç'lidhje shpirtërore
kemi ne Dursakët dhe ne shqiptarët në tërësinë e tyre. Pasi Durrësi dhe porti i tij janë mushkëria strategjike, janë Rotterdami i ri, janë pika nevralgjike e lidhjes interesave strategjike gjeopolitike. Dhe anija jote e rilindjes me gjithë aleancën tënde me kartelet e kokainës nga Durrësi në Shijak dhe në të gjithë rajonin e Durrësit, në gjithë krahinën e Durrësit, aleanca jote me kokainën, me të përdalët që nuk e njohin historikun e Durrësit dhe të Shqipërisë, do të mbyteni të gjithë, sepse nuk e njihni historinë e gropave thithse, as të portit të Durrësit që e ktheve në port anijesh për ustallarët me të cilët lobove për të fituar pushtet politik në Shqipëri, as tek ujërat e thella të Porto Romanos. Jeni të gjithë në shinjestër dhe ne jemi të betuar për Shqipërinë tonë, për Durrësin tonë, për portin e Durrësit dhe për gjithçka tjetër. Do t'ju shkatërrojmë planet tuaja o Gorzeza, ty, Belinda Ballukut, peleshve dhe vengëve dhe të gjithë bushtrave anti-shqiptare të cilët do të tentojnë të prishin interesat strategjike të këtij kombi, duke u maskuar me flamur amerikan e herë me flamur europian të integrimeve euroatlantike dhe të bashkimit europian. Je një gënjeshtar, Edi, dhe do të rrëzohesh shpejt ti dhe klani i bushtrave të anti-shqiptarisë në të gjitha truhet shqiptare, sepse ne kemi bërë një betim. Rrof Shqipëria, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtar. Mirë dëgjofshim në mbrëmje live. Ju përshëndes. Nuk e di mirë orarin se kur do dal, sepse kam angazhime, por më prisni në një live shumë të rëndësishëm në darkë për të kuptuar lojën e madhe dhe lojën e të përdalëve të Tiranës. Mirë dëgjofshim.